بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, atij bëjmë hamd ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne lutem Allahun azza wa xal që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rikthehemi pas muajit mubarak të Ramazanit me serinë e derseve nga tefsiri i Kuranit famlar. E që neve në dersin e kaluar e kemi sfiguar ajetin 44 të surës Al-Baqara, ku Allahu Jalla wa Ala i drejtohet Banu Israilve, ku ju thot: "Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Neve kemi sfiguar më gjërësisht ku Allah i lartësuar thot: apo i urdhroni njerëzit për vepra të mira, wa tansawna anfusakum, ndërsa pa harroni veten e juve, wa antum tatluna al-kitab, ndërsa ju e lexoni librin pra Teuratin, që Allah azza wa jalla ka cilësuar cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të, dhe ju ka urdhëruar dhe ja keni dhënë besën Zotit që do e pasoni Muhamedit alayhis salam dhe Kur'anin famlar. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, a nuk logjikoni? Allah azza wa jall këtë ajet ju tregon atyre dhe ju thot që nuk lejohet domethënë njeriu me urdhru të tjerët për mirë dhe me harru veten e vet. Këtë ajo kemi sqaruar më gjërësisht në dersin e kaluar që ka qenë para Ramazanit. Ajeti i vazhdim që është ajeti 45 apo i 45 dhe 46, Allahu xhalla ala prap na jep rregull dhe na mëson se si i qasemi problematikave kur neve jemi në problem dhe në mëdyshje, sikurse që ka qenë Banu Israil në Medinë. Allah azza wa jall thot: "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Ju thot kërkoni ndihmë nëpërmjet namazit, nëpërmjet sabrit dhe namazit, në mënyrë që ta çoni premtimin që ja keni dhënë Zotit që do e besoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do e besoni Kur'anin famlar kur të vjen. Pra ja keni dhënë besën Allahut dhe jeni në mëdyshje, jeni problematik këtë punë. Atëherë Allah azza wa jall po ja mëson atyre dhe gjithë neve, po thotë: "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Atëherë kërkoni ndihmë nëpërmjet sabrit dhe nëpërmjet namazit. Pra bëni durim sabër ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndaj urdhrave të Zotit që i jep ai dhe ndaj librit të Allahut subhanahu wa taala, dhe pasoni atë nëpërmjet sabrit dhe durimit. Disa ulema të tefsirit thonë që sabri në këtë ajet apo për qëllim agjërimin. Ka për qëllim agjërimin, sepse agjërimi njëkohësisht është muaji i sabrit. E Allah azza wa jall po ju thot: "Bëni sabër, ndjekni rrugën e vërtetë duke agjëru, duke bëj ibadet dhe duke fal namazin." Ju çarçohet rruga e vërtetë drejt Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se ata i kanë pas dy probleme kryesore që nuk kanë mujt me pasur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kanë ditë të vërtetën. Problemi i parë ka qenë dashuria për dynjan, kanë dashur këtë botë shumë, dhe e dyta dashuria për pozitë. Dashuria për pozitë, nuk kanë pas të lehtë me lshu gjitha ato edhe me shku mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allah azza wa jall po thot: "Për mu largu nga këto dy problematika që i keni, atëherë thot kërkoni ndihmë nëpërmjet sabrit edhe nëpërmjet namazit." Ulema e tefsirit thonë nëpërmjet sabrit, durimit, është shumë e udhës dhe e kuptueshme. Shumë është e kuptueshme që njeriu por ma unal nga pozita, nga ego i pozitës, nga ego e dashurisë për dynjan, bën sabër, bën durim, nuk shpenzon, nuk vrapon, nuk nalet. Po thojnë, pse Allah azza wa jall e ka përmend namazin? Cili është shqetësia që namazi e ndalon njeriu nga të çemërit së vrapuri pas pozitës dhe dashurisë për dynjan? Se namazi e bën këtë punë? Thonë që namazi, kur falet njeriu, lidhet me namaz, lexon Kur'an. Dhe kur e lexon Kur'anin, lexon ajetet të cilat
ta bëjmë bajat këtë botë, ta bëjmë bajat këtë dynja. Lexon ajetet e cilat shtytin për botën tjetër dhe mirësitë që janë tek Allah për botën tjetër. Dhe na tregon që kjo dynja nuk vlen as sa krahi mushkonjes. Krahi mushkonjes është nuk ka vlerë dynja as sa ka krahi mushkonjes te Allahu Azza wa Jall. Kur njeriu e lexon këtë në namazin e tij dhe e kupton çka është të lexuar, ai pastaj nuk vrapon pas pozitës. Ai pastaj bëhet njeriu modest, nuk e bën primare dashurinë ndaj dynjas, po e bën dashurinë ndaj botës tjetër. Sepse ne shumica këtu e lexojmë inna atajna gjatë çdo namazit tyse. Inna atajna kel kadhar. Salli li rabbika wanhar. Ne ta kemi dhënë Kautherin. Thot Allah Azza wa Jall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ne ta kemi dhënë Kautherin. E Kautheri është krua ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do i pret ummetin e tij në ditën e gjykimit. Allahu ja ka dhënë Kautherin. Një gastare, dashur vëllezër, një gastare e Kautherit, një gastare, një gotë e Kautherit është më e vlefshme se krejt dynja dhe çka ka to. Që Kautherin që ne lexojmë çdo ditë, një gotë e saj është më e vlefshme se dynja dhe çka ka to. Kur e lexojmë na këtë gjatë namazit, po na humbet dëshira. Na humbet dëshira për dynjan dhe nuk vrapojmë, nuk ja dhëm krejt primatin dynjas, po e balancojmë me ahiretin. Për këtë edhe Allahu Azza wa Jall i ka shtyt ben Israel që kjo do dy problematika i keni që nuk ju len me e besu Resulullah. Atëre, nëpërmjet sabrit edhe namazit. Për këtë edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dashur vëllezër, e ka jetu Kur'anin famlart. E ka jetu Kur'anin famlart. Kur është pyet pejgamberi Aisha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë një Kur'an i cili hec me dy kamp. Për këtë ka në hadith, idha hazabahu amr salla. Kur e ka shqetësu diçka Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, më nëse mësim shumë edhe mësim me marrë. Veç këtë pse më marr për këtë dirë se një thon. Kur e ka shqetësu diçka, kur e ka brengos diçka, faza ila salah, ka shpejtu në namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo problematik që ka mujt me pas në jetën e tij, e ka te i kalu nëpërmjet namazit. E ka te i kalu nëpërmjet namazit. Pra, çdo çështje që e ka pas është lidhë në namaz, i ka falë 2 rekate namaz, është qetësu në namaz. Sepse namazë e bën që robi qetësohet dhe ta merr pastaj me seriozitet dhe me qetësi. Tregohet prej Aliut radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit ka qenë shqetësuese, ka dalë për tjetër sen, po don me u ballavaçu luftë me armikun. Resulullah ka qenë i shqetësuar, i brengosur. Aliu radhiyallahu thotë kejt sahabët prej 314 vjet që kanë qenë, i ka zonë gjumi. Veç Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke u falë. Veç ai ka qenë duke u falë. Duke u lut, duke u falë. Për këtë arsye, tregohet në hadith që na transmeton Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ra'a Aba Hurairata munbatihan ala batnihi. E ka pa Abu Hurairën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam munbatihan ala batnihi, duke u krys, duke e mojt barkun e tij. Duke u krys se i ka dhënë barku shumë. Dhe i ka thonë Resulullah, faqala lahu Ashkandard, është fjalë farisie, persiane që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që domethënia e saj është të shteki batnak, ka thonë, apo të barku e Abu Huraira? Ka vrejtë Abu Huraira, i shqetësuar, i brengosur, i krysur, duke e mojt barkun e tij. Ka thonë Abu Huraira, apo të barku, ka thonë po i dërgumi Allah. Kum fe salli, ka thonë, qu dhe falë. Fe inne fi salati shifaan, sepse në namaz ka shërim. Subhanallah. Veç këtë hadith me mësu sa të vetë. Ka thonë, qu falë, sepse në namaz ka shërim. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm problemet që i ka pas madhore, shtetit, luftrat, problemet tjera ndryshme, zeqatin tjera, me sahabët e tjera, nuk i ka këshir vetëm këto edhe që i ka kalu në namaz, po edhe problemet më të thjeshta. Me të dim barku më shumë më falë. Cële për neve e praktikam këtu? Asë. Cële për neve për shemë, kur i dhem koka dhe nuk i nalet falë të ishë lyp loj ilaci,
Dhe ka dalë besë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet i Kur'anit që Allah azza wa jalla surën Al-Baqara wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmë tek Allahu në vërtet sabrit edhe namazit. Më ngritë se Rasulullah ka thonë Abu Hurairës, apo të në baki po ngritë të falë namaz, sepse namazi është shërus. Dhe më ngritë me falë namaz. Wallahi, dashur vëllezër, praktikone sepse është shumë e dobishme. Neve nuk shtojmë pa probleme, asnjë prej neve. Asnjë prej neve nuk shpëtojmë pa probleme ndryshme, llojeve ndryshme, qoftë pasionisë, qoftë evladëve, qoftë fëmijëve, qoftë domethënë biznesit, punës e kështu me radhë. Nuk shpëton njeriu pa probleme. Domethënë praktikone si praktik, që kur ndodhin do probleme, shqetësime, bregosje, merrni abdes. Quhu dhe fal namaz, 2 rekate, namaz nafile, shikon nëse si qetësohet njeri gjatë namazit të tij, dhe se si domethënë e arrit ato që Allah azza wa jalla thotë në Kur'anin famlar. Për këtë sahabët e Rasulullah kanë qenë ata të cilët e kanë praktikuar Kur'anin dashur vëllezër. E kanë praktikuar. Nuk i kanë mësuar thotë prej sahabëve, nuk i kanë mësuar thotë 10 ajete të Kur'anit, 10. Pa u nalën e të me mësu komplet dijen e tyre dhe praktikën e tyre. Sahabët e Rasulullah, shokët e tij. Thotë nuk ke mësu nga Kur'ani 10 ajete, vetë se jem nalën e to, e ke marrë komplet dija çka është në to dhe praktikën e tyre. Më njëherë kanë fut praktikën punë. Në të njëjtën kohë e ke mësu edhe ilmin, dijen edhe praktikën. Dërsa të ne sot dije ka, nuk ka që s'ka dije në mesin tonë. Ka dije për fejnë. Gjithë se cili din për fejnë. Praktika në mungën. Praktika e fesë në mungën. Nuk ka praktika e fesë, është në varë 5 kohët e namazit. I ka obligim. Po praktika e tërë jetës, e tërë ditës, në aspektin që e jep ajeti dhe sunet Rasulullah, neve në mungon shumë. Neve në mungon shumë. Për këtë edhe kjo ajet, neve në jep këtë mësim dashur. Në jep këtë mësim. Abdullah ibn Mas'udi, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, na tregon gjithashtu një rast. Sahabët e tjerë kanë qenë me Abdullah ibn Abbasin rrugës dhe i ka ardhur lajmi që i ka vdek vllau. I ka ardhur lajmi Abdullah ibn Abbasit që i ka vdek vllau. Do të shnal, ka marrë abdes edhe u lidh në namaz, ka fal namaz gjatë. Derisa ka dhënë selam, pastaj ka lexuar këtë ajet, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmë tek Allah azza wa jall nëpërmjet sabrit edhe nëpërmjet namazit. Nëpërmjet sabrit e namazit. E Allah azza wa jall e urdhëron edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në ajet të Kur'anit surën Taha, ajeti 130, Allah azza wa jall thotë: "Fasbir ala ma yaqulun." Bën sabër nga ato që thojnë o Muhammed. Nga ato që thojnë për ty. Bën sabër, bën durim. "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih atrafa an-nahari la'allaka tarda." Edhe sot bën sabër edhe fal, fasabbih bihamdi, përmende, madhnoje, lavdroje Allahun tënd para se me lindili, pra namazin e sabah, dhe para se me përëndu dielli, pra namazin e kindis, pastaj edhe natën, thët, namazin e akshamit të tjatsis, edhe namazin e sabah. Dhe më thënë, Allah azza wa jall në këtë ajet i rëmbullakson 5 kohët e namazit. Dhe ju thët, fasabbih bihamdi rabbik, madhnoje, falendëroje Allahun tënd dhe bën sabër ndaj fjalëve që thoj ty. Ma shikoni Allah azza wa jall në këtë ajet për e shty gjithashtu Rasulullah që nëpërmjet namazit dhe nëpërmjet sabrit du të mi u shmangë llafëve të halkëve që neve na thajnë, në mënyrë që mos na godasi. Pra kur dikush fol keq për ty, edhe për mua edhe për atjetrin, dhe është njëri hasedxhi, është njëri smirzi, vetë se më nxesprit me fol diçka për ty, më nxesprit me nxjerr ti një llaf edhe ai pastaj me fol kundrejt teje, atëherë pejgamberit Zotit i ka thënë Allah azza wa jall, "Asbir ala ma yaqulun." Bën sabër nga ato që thojnë për ty dhe madhnoja dhe falenderoj Allahun azza wa jall në mëngjes dhe në mbrëmje, gjatë tërë kohëve të namazit, sepse namazi pra e largon robin dhe e ndihmon robin që i largoj brenga dhe problemet e tij. Gjithashtu dashur vëllezër, një prej ulemave të tefsirit thotë që sabri edhe namazi e sjellin rahmetin e Allahut. E sjellin rahmetin, mëshirën e Allahut azza wa jall, për këtë arsye
Allahu Azza wa Jall pastaj kur e lëshon mbi robën e tij mëshirën e tij, ja largon gjitha brengat, gjitha hallet, gjitha shqetësimet. E Allahu Azza wa Jall pastaj e vazhdon pjesën tjetër të ajetit. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Thotë në pjesën tjetër të ajetit, innaha lakabira. Me të vërtetë kjo çështje është shumë e madhe, shumë e vështirë, illa 'ala al-khashi'in, përveç për ata robër që ja kanë frikën e Zotit. Kjo pjesë e ajetit i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është që kërkimi i ndihmës tek Allahu Azza wa Jall nëpërmjet sabrit edhe namazit është punë e vështirë, përveç atyre që ja kanë frikën e Zotit. Për ata është e lehtë. Dhe mendimi i dytë që është gjithashtu shumë i saktë, është që namazi, falja e namazit është e rëndë, innaha lakabira, kërkimi i ndihmës, falja e namazit, ngritja në mëngjes, e drekë, ikindia, akşam e yatsi, është e vështirë illa 'ala al-khashi'in, është e rëndë përveç për ata që ja kanë frikën e Zotit, përveç për mu'minun haqqa, përveç për besimtarët e vërtetë. Është e vështirë kur ti thosh dikun ja që s'është besimtar i vërtet, hajde falem, i doket rënd, çish bëj 5 ditë falja. Shumë e rënd i doket. Shumë e rënd, se s'msu, illa 'ala al-khashi'in thot Allah. Kjo është e rënd përveç për besimtarët e vërtet, përveç për aty që kanë frikën e Allahut Azza wa Jall, përveç për ata të cilët e mendojnë që do të takojnë Zotin Jalla Shanu. Për këtë edhe ka ardhur në hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thret mushrikët që ta besojnë Allah dhe ta falin namazin, qala al-mushrikun, mushrikët i thonë, wallahi ya Muhammad, innaka la tad'una ila amrin kabir. Ti po na thirr për një çështje të madhe, për një çështje të madhe, ju ka dukte madhe, kiamet ju ka duk me besu Allah, kiamet ju ka duk me fal namazin. E Allah për këtë thot, wa innaha lakabira. Kjo është e madhe, është e vështirë, illa 'ala al-khashi'in. Përveç për ata që ja kanë ndrohur Zotit subhanahu wa taala dhe e mendojnë që do të takohen me Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye dashur vëllezër, ky ajet na tregon që përveç besimtarëve të vërtetë, ata që ja kanë frikën e Allahut të lartësuar, ata që janë modest, sepse një prej kuptimeve të khashi'in është modest, me qenë modest, për ta nuk është problem namaz. Kënaqen kur falen namaz. Me qef zonë me mëngjes me fal namazin. Me qef vin drejk me fal drekën. Ikindin, akşam yatsi. Për ta namazi është jetë, pjesë e jetës. Pjesë e jetës. Për këtë do ulema thonë, modestia nuk mjafton veç modestia pamjes të jashtë. Nuk mjafton. Pas janë modestia edhe në zemër. E për ta njerëz nuk është tiran namazi. Nuk është tiran namazi. Nuk është tiran sabri. Ndaj obligimet e Zotit dhe ndaj harameve të Zotit. Dhe ndaj sprovave që Allah na i godet. Nuk është rënd për robërit që Allah Azza wa Jall ja bën të mundur dhe për ata që ja kanë frikën e Zotit. Pastaj ajeti tjetër që Allah Azza wa Jall na i tregon cilësitë e çtyre besimtarëve khashi'in që ja kanë frikën e Zotit. Çfarë cilësi kanë këta? Allah Azza wa Jall këta e tregon cilësi shumë të rëndësishme. Thot Allah Azza wa Jall alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Thot, ata janë të bindur thellësisht, annahum mulaqu rabbihim, që kanë me taku Zotin e tyre. Wa annahum ilayhi raji'un, dhe tek ai kanë më u kthy. Për këta nuk është rënd namazin. Pra, prej cilësive të besimtarëve që nuk ju vjen në rënd sabri, nuk ju vjen në rënd namazi, cilësia kryesore e tyre është që e besojnë fort takimin me Allahun. Nuk kanë farë më dyshje në këtë pikë, që kanë me taku Allahun Gjelle Gjelalu në ditën e gjykimit. Kanë me dalë para madhnisë së Zotit. Kanë me dhonë përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është cilësi e madhe. Kjo është cilësi e madhe për ata që kanë me. Nuk e ka këtë cilësi gjithkush. Ai që pak ka me dyshje në takimin me Zotin e tij, ai s'fal namazin. Se falesh namaz. Ai ti vjen kodër namazi më fal. Kodër i vjen me bo sabër për gjërat në të ndershme. Kodër i vjen me agjeru, i kështu me radhë. Për këtë ka në hadith dashur vëllezër. Kur Allahu Azza wa Jall i thret njerëzit në ditën e gjykimit dhe vihen para tij robërit e tij
dhe i pyet dhe ja tregon mirësitë që ja ka dhënë. Allah Azza wa Jall ja tregon mirësitë që ja ka dhënë robërve të tij. Thot, a nuk ta kam dhënë këtë mirësi, këtë mirësi, këtë mirësi, këtë mirësi. Thot, po Zot. Thot, a ke qenë i bindur që ke më taku me mua? Për pyetjeve që ja bën Zoti robët të tij, thot jo. Allah Azza wa Jall thot, ashtu siç na ke harruar në dynjë, nesër të harrojmë. Momente shumë vështira. Ashtu siç na ke harruar në dynjë, ne të harrojmë në ahiret. E robi i sinqert, muslimani i devotshëm, e ka bindje takimin me Allah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Në surë tjetër Allah Azza wa Jall thot, kur besimtari kthehet tek familja e tij, masi që ta kryen gjykimin me librin e tij, thot inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Unë thot fort kom qenë i bindur që këmë u llogarit para Zotit. E Allah thot për ta fa huwa fi 'ishatin radiya. E ky thot është në knatësi, në jetë të kënaqshme. Në jetë të kënaqshme, fi jannatin 'aliya, në xhenete të larta, qutufuha daniya. Pamët të cilët janë afër kultukeve tyne. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Allah Azza wa Jalla thot, hani dhe pini për shkak të punës që keni bërë në dynjë. E prej punës së dashur vëllezër që na mëson kjo ajet, që ka ardhur për shkak të Bene Israelëve, po është i përgjithshëm. Pra, për më na i mundsu Allah Azza wa Jalla me ndjek rrugën e drejtë dhe me ndjek gjithmonë Kur'anin dhe Sunetin, në rrugën e drejtë, duhet nëpërmjet sabrit dhe nëpërmjet namazit, e neve nuk na vjen e rand kur neve besojmë thellësisht takimin me Zotin ton, se prej cilësive të robërve të Zotit është që ata e mendojnë dhe e bindën fort që kanë me taku Allahun e lartësuar ditën e gjykimit. E ne lutsemi Allahun Azza wa Jall që përfitojmë nga ky ajet i madhnuar dhe i lartësuar, që Allah Azza wa Jall na dha shumë mësime, prej mësimeve është që kur neve na shqetëson diçka, prej neve kur na shqetëson diçka neve, me u kthy në namaz, me fal namaz, sikurse që ka vepruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikurse që ka vepruar Abu Huraira, sikurse që ka vepruar Abdullah ibn Abbas dhe shumë sahabë të tjerë, të cilët e kanë praktikuar këtë ajet të Kur'anit, që kur i ka shqetësuar dhe i brengos diçka, kanë fal namaz në mënyrë që ta gjejnë rrugën e drejtë, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të kem dobi nga ajetet e Kur'anit famlar, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që ky libër fisnik dëshmoj për neve ditën e gjykimit dhe jo kundër neve, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj leximin e fjalës së tij, kuptimin e fjalës së tij, praktikën e asaj që është në fjalën e tij, besimin gjithçka që gjendet në librin e tij, dhe duke dalë para Allahut Azza wa Jall faqebardh, ashtu siç na ka bashkuar këtë xhami, na bashkojnë në xhenetin e tij. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.